për qarkun Shkodër, shpërndarja e mandateve ndërmjet subjekteve zgjedhore është si vijon. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 5 mandate, Partia Socialiste e Shqipërisë 4 mandate, Partia Social-Demokrate 2 mandate. Marrin mandatin e deputetit kandidatët e listës shumëmërore të subjektit zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, si vijon zoti Luciano Boçi, zoti Kliti Hoti, zonja Greta Bardeli, zoti Ramadan Likaj dhe zoti Bart Spahia. Marrin mandatin e deputetit kandidatët e mbështetur nga Partia Socialiste, si vijon zonja Mariana Koçeku, zoti Orit Beleri, zoti Gjenis Qela, zonja Gjenis Qela dhe zoti Bujar Reqa. Rirenditja për kandidatët e Partisë Demokratike e Aleanca për Shqipërinë Madhështore, të cilët janë nështruar votimit parapëlqyes dhe nuk kanë marrë mandat, është si vijon Tedi Kopliku, Gentian Ndoi, Matilda Matia, Ndoc Ashta, Aurel Markaj, Seneda Mehmeti, Ludovik Hasani, Arben Lushaj, Elmira Ndreveshaj dhe Lilian Idrizaj. Të rirenditur kandidatët në listën shumëmërore të Partisë Socialiste, të cilët janë nështruar votimin parapëlqyes dhe nuk kanë marrë mandat, janë si vijon Edona Bilali, Shkëlqim Sterkaj, Frok Gjini, Marian Ndërshtiqaj, Vesmir Lesha, Olta Duda, Enertil Canaj, Ervin Dodaj, Kejsi Spahiaj, Adnan Shullani dhe Vera Ndrecaj. Do të shtojmë këtu të Partisë Social-Demokrate. Shpërndajnë e mandateve për Atëherë për Partinë Social-Demokrate marrin mandatin e deputetit Osman Teta dhe Bledar Mezini. Ndërkohë që kandidatët që janë nështruar votimit parapëlqyes dhe të cilët nuk kanë marrë mandatin e deputetit nga Partia Social-Demokrate do të renditen Besnik Brahimi, Shkurt Lasku, Meri Markiqi, Julian Marku, Gledis Qeliku, Suada Kopshti, Robert Mujeci, Miriam Pali, Migena Kaleqaj, Lulash Gjinesha dhe Lisman Plumbaj.